ministrat bëra një numërim të sallës. Salla ka mesatarisht 18 vetë për rresht, ka rreth 12 rreshta dhe ka vetëm 27 djem. Por ajo që është më e rëndësishme është që gjithë pjesa tjetër janë vajza. Unë besoj shumë tek vajzat dhe tek gratë dhe gjithmonë më shumë është evidente sipas meje në këtë shoqëri që jetojmë, në këtë kohë që jetojmë, jo vetëm ne, por gjithë bota, që nëse do ketë shpëtim njerëzimi, shpëtimi do t'i vijë nga gratë dhe nga vajzat. Thënë kjo, më vjen mirë që jemi këtu për të folur për këtë temë e cila në pamje të parë duket një temë që për cilën flitet për ditë, po e cila është larg. Për sa kohë mund të vendosim të largohemi, të qëndrojmë, të punojmë në Europë, dhe të tjerat janë gjëra që nuk kanë lidhje me ne. Kuptimin e ne, kur them ne, kanë parasysh qytetarët. Por ky proces është i tillë që sa më shumë ta ndjekësh, aq më shumë mëson se sa në fakt larg është një vend që nuk është brenda në Bashkimin Evropian. Dhe për ta marrë shumë thjesht, juve jeni student, patjetër që mund vendosni të shkoni të studioni jashtë, por në momentin që kaloni kufirin pa vizë, jeni të huaj. Dhe në çastin kur ka përceni pragun e një universiteti, nuk jeni student evropian, jeni student të huaj. Dhe si të tillë trajtoheni ndryshe. Nuk keni të njëjtat kushte si të studentëve evropian dhe pavarësisht se mund të jeni shumë të zot, në rast se regjistroheni në shkollë, paguani shumë më tepër se sa studentët evropian, sepse jeni të huaj. Nëse doni pastaj të keni akses në të gjitha shërbimet e tjera kudo ku shkoni, jeni të huaj. Paguani shumë më tepër se sa studentët evropian.